Diskutojmë për temperaturat e larta. Verën e duam gjithë, por jo edhe temperaturat mbi 35 gradë Celsius, të cilat mund të ndikojnë drejt për drejt në shëndetin tonë. Ka një kategori të saktuar të personave të cilët kanë sëmundje kronike ose probleme të tjera shëndetësore, që temperaturat e larta din të vështirësojnë edhe më shumë shëndetin e tyre. Prandaj, është shumë e rëndësishme që gjatë kësaj kohe të marrim këshillat e nevojshme, rekomandimet e nevojshme në mënyrë që të dimë të kujdesemi sa më mirë për shëndetin tonë dhe të mos shkojmë deri tek komplikimet shëndetësore. Por në vazhdim do të kemi mundësinë të diskutojmë pra me specialistin e mjekësisë familjare Violeta Xherxhataqi, me të cilën do të flasim për të marrim këshilla të ndryshme shumë të nevojshme se si të menaxhojmë temperaturat e larta, por edhe për virozat të ndryshme të cilat janë prezente gjatë kësaj sine dhe të dimë të dallojmë simptomat dhe të dimë të marrim ndihmën e nevojshme në kohën e duhur në mënyrë që të mos vonohemi për trajtim. Kam kënaqësinë që në linjë drejt për drejt është me ne specialistja e mjekësisë familjare Violeta Xherxhataqi. Doktoresh, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën, gjithashtu dhe për përzgjedhjen për këtë emision që është mëse i nevojshëm në këto ditë të vapës. Faleminderit shumë. Doktoresh, besoj që tashmë në punën tuaj të përditshme keni vërejtur pra ndoshta ato ndihmat e para që është kërkuar nga ana e qytetarëve si shkaki drejt për drejt i temperaturave të larta. Kanë filluar pra të vinë ankesa të tilla pikërisht nga temperaturat e larta këto ditë të fundit? Po, me qenë se vetëm kemi fillu në sezonën e verës dhe jemi të ekspozuar mjaft në temperaturat e larta, atëherë kujdesi për shëndetin e këto temperaturat e larta është mjaft i rëndësishëm, mënyrë që të ndalohet ose të parandalohet dehidrimi apo siç njihet tek populli edhe mungesa apo humbja lëngjeve. Gjithashtu, pasojë është edhe raskapitja nga nxehtësia, si dhe goditja nga dielli. Kush janë grupet me të rrezikuar ose cilat janë moshat që frekuentojnë me tepër qendrën e mjekësisë familjare apo kujdesin parësor shëndetësor, janë zakonisht fëmijët e vegjël, janë të moshuarit, janë ose të rrezikuarit edhe gratë të zona, e sidomos personat me sëmundje të zemrës, të mushkrive apo të diabetit. Këto janë përmendoj grupet me të rrezikuara, të cilat edhe faktikisht e frekuentojnë dhe ne si profesionista shëndetësor gjithmonë jemi në gatishmëri për t'ju dhënë këshilla apo për t'ju ndalë ndihmë sadopak në këto ditë të nxehta apo të ngrohta. Rreziku më i madh, doktoresh, në këto temperatura të larta është dehidratimi, që është shumë i rëndësishëm të jemi sa më të hidratuar në këto ditë të nxehta, por mund të ndodhë ndoshta për komplikime të ndryshme shëndetësore apo për një qëndrim jo të përshtatshëm dhe të gjatë jashtë dhe në temperatura të larta, të vim deri tek dehidratimi i organizmit. Tani është shumë e rëndësishme që secili prej nesh të dimë të dallojmë ato shenjat e para që ditë të jap kjo problematik shëndetësore dhe në veçanti edhe për të vegjëlit në mënyrë që të reagojmë në kohë dhe të mos shkaktojmë probleme të tjera shëndetësore për shkak të dehidratimit. Po, atëherë si profesionista shëndetësor ne kryesisht koncentruam në shenjat të cilat e tregojnë që një person faktikisht ka humbje lëngjeve apo nxehtësia është duke ardhur duke i dëmtuar. Ne kryesisht japim mesazhet tona kujdes nëse e vrin pacientat ose klientat kushdo që frekuenton qendrën tonë që ka një jetje të fortë dhe goja aty është e thatë, fillon një dhëmbje koke. Si pasojë e kokëdhëmbjes është edhe marramendja dhe një dopsi e trupit, të cilën ata shprehin edhe si lodhje. Ndoshta në disa raste kur është komplikuar dhe me sëmundje tjera të sistem, për në sëmundje sistemike, mojë pas edhe konfuzion ose humbje të vedijes, djersitja është e tepërt, fillon më ngrit një farë temperaturë dhe lëkura mundisi më nxehtë, edhe karakteristikë është e mojë me pas të përzira apo të vjellura, që shpesh më përcjell edhe me bakqite të ndryshme nëse ato raste komplikohen.
Prandaj, ne si profesionista shëndetësor, gjithmonë orientohemi në këto shenjat e tyre dhe mundohemi që për sa afërmit edhe populatet ta vetëdijsojmë, apo të koncentrohemi në shenjat e tilla në mënyrë që edhe orientimin e diagnostikimin e tyre të jetë sa më i lehtë. Tani, në rast se vrejmë këto shenja, doktoresh, në ratë parë si duhet të veprojmë, individualisht dhe kur duhet të kërkojmë ndihmë mjekësore? Patjetër, pikërisht për këtë dhe deshta të ndërlidhem, sepse një ndër këshillat kryesore, nëse fillon me pa që ka jetë të fortë ose gojë të thatë, atëherë ne rekomandojmë që të pijen rregullisht ujë gjatë ditës, po është karakteristike dhe nëse nuk ndjen etja, ata duhen të përdorin ujë me qëllim që mos të vjen deri te humbja e lëngjeve, dhe karakteristikë është të bëhet lëkura më thotë. Mandej për personat të cilët konsumojmë kafen, mos bëhet konsumimi i tepërt sepse kofeina është fjala dhe pije tjera, të cilat përmbajnë kofeinë ose pije të ndryshme alkoolike, e humbin kanë aftësi për diuresë ose humbin sasinë e lëngjeve. Tjetër është të mbrohen nga dielli, është shumë e rëndësishme sepse kjo është një ndër këshillat më kruciale, të cilat ne i rekomandojmë sepse këtu bëjmë edhe me pacientë të cilët janë nga sëmundje të ndryshme kronike, i rekomandojmë që të qëndrojnë në hije ose në ambiente sa më të freskëta gjatë verës dhe frekuentimi i ambienteve të jashtme të bëhet deri në ora 11 ose pas orës 17. Gjithsesi duhet të përdoren edhe mjete mbrojtëse si kapela të ndryshme si zëdielli apo tash dihet edhe krema kundër rrezikave të diellit të cilat janë ultravioleta. Është shumë e rëndësishme të vishim sa më lehtë me rroba të lehta dhe rroba sa më të ndryshme, mënyrë që mos të bëhet absorbimi i rrezikave të diellit dhe rrobat me qenë për atyre materialeve që e lejojnë aerosja dhe të jenë të përshtatshme. Gjithashtu të bëhet edhe konsumimi nëse është në pyetje ushqimi për kategori të ndryshme të pacientëve të cilët vinë në qendrën tonë, ne i ndojmë dhe ju rekomandojmë që të ushqehen sa mënyrë më të përshtatshme, sidomos për pacientët të cilët kanë filluar nga goditja diellore, që përpos rihidrimit më të përdorin edhe konsumim me fruta dhe perime të cilat janë të pasura me ujë. Mirë po kujdesi veçantë duhet të jetë te pacientët kronik të cilët i kanë sëmundje të tyre përcjellëse si diabeti apo hipertensioni, të cilët duhet të jenë të faktikisht risiguruar që mos marrin kryp apo stasi të sheqerit të tepruar. Sepse ka raste kur lejmon edhe pacientë dhe përdorin thonë shakiri, për shembull ka shumë ujë. Mirë po raste kur ata janë me komplikime në sëmundje të ndryshme, si sëmundje të sheqerit apo ndonjë sëmundje tjetër, atëherë ne duhet i tregojmë kujdesin e veçantë ndaj tyre dhe i tregojmë ku mund të marrin cili lloj ushqim, pemë apo perime është i pasur më tepër me ujë. Është shumë e rëndësishme vaktet e lehta, sallatat e lehta, ushqimet e ndryshme mundësisht i shmangeni, jo tërësisht i largojnë nga dietë, nga kryeza e tyre. Mirë po me qenë sa më të lehta dhe ushqimet me qenë të rënda. Kemi edhe këshilla për personat të cilët zakonisht mirën me aktivitete intensive punoj fizike. Ju preferohet që edhe nëse doin të bëjnë ushtrime të tyre, të bëjnë sa më herët në mëngjes, në mënyrë që na dim që përmes ushtrimeve lirohem edhe djerse dhe humbim lëngje, prandaj edhe nuk është e preferueshme në kohrat jo të përshtatshme të bëhen edhe ushtrimet e rënda. Të bëjnë pushime sa më të freskëta, më të shpeshta në vende sa më të freskëta. Këtu mendoj që janë një ndër këshillat të cilat janë edhe preventiv për mos marrë deri të komplikime të sëmundjeve të ndryshme këto dikte ngrohta. Doktorisht, duhet bëj edhe një pyetje. Në sezonin e verës zakonisht pushimet i kalojmë edhe në plazh. Dëshirojmë të kalojmë disa ditë edhe në Bregdet, pavarësisht që kemi kremra të ndryshme kundër diellit, për mbrojtje kundër diellit, mundohemi kemi parasysh gjitha rekomandimet e mjekëve që mos të dalim në kohën e pikut të ditës në mënyrë që të mos pësojmë ndonjë djegje, por ndonjëherë pavarësisht kujdesit dim të arrijmë ndoshta edhe tek një skuqje e lëkurës, një djegje nga rrezet e diellit, ndoshta
për shkak të ekspozimit në një vend ku kemi menduar që jemi në hije, por realisht edhe mund të jemi djegur nga dielli edhe në atë vend, ose ndoshta për shkak të ndonjë pakujdesie gjatë qëndrimit në plazh. Tani, në këtë fazë kur kemi pësuar një djegje, kemi një skuqje të lëkurës, kthehemi në banes, në hotel, ndjejmë atë djegjen e lëkurës, atë temperaturën, do doja disa këshilla nga ana juaj se si duhet të veprojmë. Çka mund ta përmirësoj atë gjendje momentale që të stabilizohet ajo temperaturë, të stabilizohet ajo djegje që më pas edhe gjatë ditëve në vazhdim edhe ta trajtojmë, por cilat janë ato veprimet që rekomandohet të ndërmerren në moment? Gjitha këto rekomandime ose gjitha këto këshillat të cilat na vetëm i diskutuam së bashku me mediumin dhe për gjithë dëgjuesit edhe shikuesit e TV Dubajinit, në kryesisht janë për mbrojtje ose për preventiv. Po nëse ndodh rastësisht një skuqje e lehtë ose një, më thoni, një djegje e lehtë, nga çaq pa kujdesia mirë po ndodh për shkak të ecjes në plazh ose për shkak të qëndrimit të gjatë edhe në ujë, ku e dim që ne në ujë marrim rrezet e dy feshta, atëherë është shumë mirë që hapi parë është të pini sa më tepër ujë, rehidrimi. Hapi dytë nëse është skuqja pak më tepër, atëherë ka dhe krema të ndryshme të cilat janë kundër djegjes, të cilat thjesht mund të marrë edhe në qendrat e mjekësisë familjare në tërë Kosovën, e cilat bëjnë një farë lloj zbutje ose një farë lloj parandalimi për shkallëzu djegja, dhe këshilla kryesore është që gjithmonë të mbajnë kapele. Edhe nëse ndodhin të gjitha këto, atëherë për një kohë më të gjatë të qëndrojnë në vende të festa, rehidrimi, pirja e ujit është e domosdoshme. Për anës kozmetike, për të cilet ne diskutuam, preparate të ndryshme kozmetike për mbrojtje nga dielli, unë preferoj që patjetër edhe nëse ti je në plazh, një veshmbathje e lehtë e pa mbukut kishte më qenë njëra për mbrojtjes për poshtë edhe kapeles. Doktoresh, edhe një çështje dua ta diskutojmë bashkë në rastet kur kemi të bëjmë me djegje të tilla, ajo që shohim shpesh e kemi parë ndoshta nga të afërm, nga miq, që rekomandohet po themi në mes vete kështu. Ky rekomandimi mesmisht që bëhet kur kemi ndoshta një skuqje, një dhimbje, një djegje, një temperaturë, të përdorim paracetamol. Edhe pse paracetamoli ndonjëherë mund të merret edhe pa rekomandime në mjekët, në fakt do doja një këshill nga ana juaj, një sugjerim në mënyrën e përdorimit të tij, edhe në këto raste kur kemi djegje, a rekomandohet, si rekomandohet, në fakt edhe në përgjithësi paracetamolin si mund ta përdorim, a mund ta përdorim ndonjëherë edhe pa rekomandim të mjekut, apo gjithmonë duhet konsultohemi me mjekun për përdorimin e tij? Dim që paracetamoli është një medikament simptomatik, faktikisht ajo mirret kundër dhëmbjeve dhe ose kundër temperaturave. E nëse flasim për rastin e tillë, kur kemi të bëjmë me djegje, atëherë ne gjithmonë përdorimi është i paracetamolit, treguesi numër 1 është temperatura, nëse veç pacienti klienti ose personi i cili është ekspozuar rrezikave të diellit dhe ka një temperaturë mbi 38.5 gradë Celsius, atëherë është e rekomandueshme të mirret edhe paracetamoli. Zakonisht me bazë të disa protokolleve preferohet që paracetamoli nuk mirret deri në 38 gradë Celsius, sepse edhe një mënyrë indirekt organizmi me temperaturën të cilën vetë ka i lufton edhe gjithë mikroorganizmat, se na dim që edhe duke falendruar temperaturës shumica mikroorganizmave shkatërrohen. Mirë po, nëse është mbi 38.5, atëherë është tendenca për të rritur dhe përdorur gjithsesi paracetamoli. Na dim që deri në moshën 5 vjeçare është doza e caktuar dhe zakonisht edhe shumica e prindërve që i falenderojmë kanë edukimin shëndetësor dhe dinë të bëjnë edhe dozimin. Ndërsa mbi moshën 10 vjeçare preferohet të merret nga një tablet, apo varësisht nga kilogram të peshës trupore ordinohet edhe deri në një paracetamol apo 2. Mirë po në këto raste pa marrë temperaturën dhe pa e ditë indikacionin absolut
lot, unë mendoj që duhet edhe pak të përse ka mënyra të ndryshme, thash edhe një herë, ka përmes qëndrimin në ambiente të freskëta edhe zakonisht përdorimi i lëngjeve më të forta. Mirë po, lëngjeve po mendoj si uji, ekskluzivisht uji. Mirë po, nëse është temperatura mbi 38.5 gradë Celsius, atë është rekomandueshme të merret edhe paracetamolli, edhe pse ai e ka dhe nxehtësinë e vetë të trupit, në këtë rast edhe me përdorimin e paracetamollit lirimi i temperaturës gjithashtu është edhe më i madh. Prandaj është pak edhe kështu është siduese dhe është mirë që të këshillohen edhe mjekët gjithsesi. Dua të bëj edhe një pyetje të fundit për të përmbyllur edhe bisedën, sepse tani po më kujtohet edhe shumë metodat të cilat ne I përdorim të zakonshme në jetën e përditshme për djegje, pikërisht kjo me kos, sepse janë krijuar këto përshtypje ndoshta ose faculeta me sod bikarboni, funksionojnë këto doktoresh apo ndoshta vetëm mund ta ndonjëherë duke u munduar të bëjmë mirë vetëm mund ta përkeqësojmë situatën. Janë këto metoda tradicionale të efektshme apo vetëm kanë mbetur të përdoren dhe duket se na krijojnë atë freskinë momentale, por nuk është që bëjnë ndonjë trajtim? Gjithçka shka është e jashtme, nuk mendoj që kishte më qenë, po mendoj që kishte më shkaktu komplikime. Po. Okay. Shumë situata janë edhe sugjestive të pacientët. Nganjëherë shëndeti mendor është më I fortë se sa aspekti organik. Nuk është asgjë e dëmshme për të përdorur sepse gjithçka shka është mbi lëkurë dhe është e ftoftë, ajo është qëllimi për ta ngrënë nxehtësinë. Që aty është, edhe ndoshta ka qenë për shkak të kushteve të atëhershme, ndoshta kanë gjetur edhe zgjidhjen e vetme që përmes kusit ose vjeskave të lakta, shpesh na I rekomandojmë edhe pacientët tash dalë jashtë temës të djegjeve, kur kanë fëmijë në temperatura të larta, të bëhet një tush në ujë të vakët, apo I preferojmë të pështjellen me lecka, njështë të lirohet sa më shpejt energjia. Diçka thash edhe një herë, shka është e jashtme nuk është edhe rrezikshme, përposën se lëkura, kuptojmë, është të dëmtuar apo është e lënduar nga djegjet, atëherë duhet patjetër Ju lutem të konsultohet mjeku. Mirë po, përpos djegjeve, qastinës së verës, çka unë si mjek e kisha rekomandu, sepse duhet të mbrohem edhe nga disa virus. Sepse gjatë verës, na mendojmë se nuk kemi grip apo ftofje, të cilat këtojnë të zakonshme në stine të ftofta. Mirë po janë edhe disa viroza apo disa infeksione virale që shfaqen shumë shpesh për shkak të temperaturave të larta, për shkak udhëtimeve të ndryshme që ne lëvizim, edhe për shkak që I përdorin pishina të ndryshme, apo kontakte që janë më të shpeshta mes njerëzve, edhe kontaminimi përmes I ushqimit, përmes vektorëve të ndryshme të cilat janë mizat. Dhe këtu, si virozë më shpesh që shfaqet gjatë verës, është gastroenteritet virale. Ose na I thojnë ndryshe virozat e stomakut, të cilat kryesisht transmetohen përmes ushqimit, përmes ujit të kontaminuar apo durve të kontaminuar, edhe për cilën zakonisht që edhe të ne vijnë me të vjellura, me një diari, me dhimbje të barkut, temperatura është e lehtë, mbi gjitha është edhe prezent dehidrimi. Mandej kemi edhe entoroviruset e tjera të cilat shfaqen plus me këto çka I tham, po ka edhe një skuqje në lëkurë edhe dhimbje të fytit. Ka një lodhje për shkak dehidrimit, prandaj është shumë e rëndësishme momenti kur të paraqiten këto shenja të lajmërohen me një të mjeku. Doktoresh, nuk mund të përshëndes pa të marrë edhe një këshill të fundit. Përmendem shumë me rëndësi virozat që mund të jenë gjatë stinës së verës, por një problematik që po paraqitet shumë shpesh është edhe klimat të ndryshme që I kemi në ambiente të punës, të shtëpisë, për freskimin e ambientit. Dhe çka po ndodh që shumë shpesh për shkak të tyre të arrijnë deri tek një ftohje që ndonjëherë din të jetë edhe mjaft serioze, të sjell mjaft komplikime në shëndet. Cila është këshilla e juaj për klimat të ndryshme të cilat I vendosim në ambiente, qoftë shtëpie, qoftë në ambiente pune? Si duhet të veprojmë me to që mos të vim deri tek një ftohje e organizmit? Pikërisht kjo është më me thonë edhe tema e kohëve të fundit, apo shekullit të fundit, për shkak që gjitha ambientet tash janë bërë me kondicioner të ndryshëm, duke filluar nga shtëpit, vendet e punës, kështu me radhë, edhe mjaft të raste kemi kur vinë edhe ankohen, apo I tregojnë shenja se për shkak të klimës
pse një ftofje të lehta apo një dhëmbje të qafë, një kufizim të lëvizjeve qafës ose atakimi i muskulaturës. Prandaj ne si profesionista, kjo është individuale, është një porësi për secilin që edhe nëse dëshojnë të bëjnë ambientin e fest, të bëjnë në mënyrë gjeneralizuar, jo direkt ti prezentohemi apo ti ekspozohemi mjeteve të cilat arrin deri te freskimi, sepse është mjaft me një anë ti e arrin qëllim për të cilën menon se vetëm ke arrit deri te freskia e trupit tonë, mirë po në anën tjetër ke shkaktuar një komplikim tjetër. Kemi raste shumë kur vijnë për shtangimi muskujve, shtangimi qafësh, vështirësinë e lëvizje, e këto gjitha janë për shkak të ekspozimit të klimave apo kondicionerëve. Prandaj porësia jonë kjo është që secili një individuale ta kursejnë ambientin i qenë i festit, mirë po të kursejnë kontakte direkte me kondicionerët. Doktoresh, të falenderoj jashtëzakonisht shumë për këtë paraqitje drejt për drejt, për kohën tënde dhe për gjitha këto këshilla të vëra. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Kalofshit mirë. Ishte kënaqësi. Faleminderit.